KQZ ka shpërndar materialin zgjedhor për fshirë fletvotimet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë përgatitjet e nevojshme që në ditën e votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke ndërmarrë veprimet e planifikuara për mbajtjen e raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetarët të komunave. Gjatë ditës së shtunë, KQZ ka shpërndar materialin zgjedhor për fshirë fletvotimet në 18 komuna, në të cilat do të votohet më 9 nëntor. Ky material në orët e hershme të ditës së diel do të dërgohet në qendrat e votimit në vendvotime, të cilat do të hapen në orën 7 të mëngjesit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë përgatitjet e nevojshme që në ditën e votimit më 9 nëntor të përcjell për publikun të dhëna të rëndësishme për procesin zgjedhor të raundit të dytë të këtyre zgjedhjeve. Objektiv kryesor mbetet publikimi i rezultateve preliminare brenda një kohe sa më të shkurtër pas mbylljes së vendvotimeve. Në këtë raund, procesi i numërimit të fletvotimeve është më pak i ndërlikuar për shkak se në çdo fletvotim janë vetëm nga 2 kandidatë dhe kjo rrjedhimisht reflekton edhe në aspektin kohor.